Sinan Vllazaliu, mirë se erdhe në Close Friends. Shkënaqësi. Je një artist me anë të madhe dhe këtë e them me bindje. Faleminderit për respektin. Jo që je artist me zërin brillant, por edhe ti të artikulosh bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën. Se këtu vinë njerëzit që bisedojnë. Absolutisht, kënaqësi. Po duke biseduar njerëz edhe mësojnë edhe humbin. Edhe humbin. Po të tregojnë se hajvona janë të Ashtu. Kam përshtypjen që ti je aq mjeshtër sa të dish atë limitin, vijin e kuqe. Po, absolutisht. Sidomos tani. Po, varet prej komunikimit. Mendoj që njeriu zhvillohet me kohë dhe komunikimi është për çdo ditë. Dhe s'është i njëjtë. Edhe ti për shembull kjo me vitet tona kam menduar që kjo punë është mirë, pas del mirë. Del diçka tjetër ndron. Sikur që folëm më herët, domethënë na e ka marrë inteligjenca jetën, apo. Po, inteligjenca. Ne kemi jap jetën telefonit. Kemi jap gjithçka, domethënë është ajo fotografia më e mirë, unë gjithmonë e përmendi në gazetën National Geographic e amerikanëve ku majmuni e pren degën ku është tu qëndru. Dhe na jem fazën të vetë shkatrimit, po me dhej. E nisëm shumë keq. Nisëm keq, po në momentin që po flisim me mlep, në momentin që po flisim për telefonat, do i mbajmë afër ose jo, ti e hodhe telefonin në një mënyrë shumë spektakolare. Po se ma ka marrë jetën, deshte pa deshte. Të ka mërzitur. Po, se të ka marrë jetën. Në vërtet se ka marrë. Këto zhvillimet globale, na s'kem pas qare pa u kyç. Edhe tash ti ki informatat e bankës, e ki numrin e grus aty, të vajzës, të motrës, gjithë edhe. Krejt këto, e ke edhe ti telefonet dhe në telefonet. Na të dy ti kemi jap jetën edhe gjanat më intime i kemi fut aty. Edhe a ki pas, në moment kur ti der për shpis, edhe se ke telefon me veti, ti qmen ashtu. Shumë varësi të nërshme. Shumë varësi komplet. S'ke çfarë bërë me duart njerë. Absolutisht, bo është italian. Se italian të lësë me duart. E është problemi që me vetë dëshirë. Kjo është me vetë dëshirë që na e ka marrë shumë, sepse ka zvoglu jetër, e ka afru jetër, është afru për shamë, nuk ka ma gërvet. E thret, në Australi edhe shenë njëti moment, njëtë let njerë. E ty, si njeri është grabitqara, na jem si shtazë që jemi grabitqarë. Jemi shtazë, më të në? Po, absolutisht. Ka më inteligente. Ka, më inteligente, jemi zhvillu pak ma... I kem te kalu majmunit. Edhe me këtë zhvillim, do me thonë, e ki faktikisht është interes. Se përshpejtësot jeta, zvoglohen levizjet, ki qasje gjdo kënë botë. Edhe na, interesi është taj që na nuk e shmangim. është një restorant dër me hopë në Dallas, ku s'mundesh më fut me telefon. Jo, s'mundesh më fut me telefon. Ka filluar lëvizja, do me thënë. Ka kuptu. Për ta zhdukur telefonin. E kam kuptu që për i krejt të mirave, që për të jep telefoni, për ta merr jetën. Ta është zgjedhi këto dhe është një farë peshore që me... Shumë e vërtet. Ti e përdor telefonin shumë patjetër. Përveç se punës, përveç punës patjetër. Se të duhet, se ke data koncertesh, ke... A dhe që është sikur telefoni është i pashmangshëm, është. Sepse ja kemi dhuru, thash ma herët, e kemi dhuru na çdo informat i jep. Qëse duhet banka e ta lyp vitën e lindjes, kur, pse, çka, ku shkon, ku më i vetë, ku më dëshme ardhë, ku më... Gjithë shka i ki, ti me vetë dëshirë dhe mundesh edhe mu jedhnu që s'pi merë me njerë informatat. S'kur mi lut ti me jadhon informatat inteligencës artificiale. është bërë me një qëllim. Me një qëllim të caktuar. Edhe është. Për të na zotëruar. Na e me qëtë. E beson këtë të qëtë? 100%. Kjo është miliard %. Për çdo njeri, në çdo sekund, njerëzit që duhet me ditë e din ku je. Location. Po. On, off. Jo, se flitet edhe për një qip tjetër që ta vendosin. Edhe kur e ki off. Po, kanë fillu, në disa vende në Amerikë kanë fillu. Dhe përdo është për mjë shmak,
mi u shmang lëvizjen dhe më shpejt me të okupu dhe më shumë, dhe më thonë. Me të marrë kredi, ki ta fusi në qipin këtu, ti futesh brenda dhe kalon bankën, ose për çka ke nevojë. Dhënie komplet e shpirtit, Fausti, ja falim dreqit shpirtin. Po, shejtani, drejt. Shejtani, po. Përmend vitin e lindjes që na e kërkojnë Po. në të gjitha këto. Jo, jep ti, aplikacione. ata lip Ja, informatë, të lutem me duhet lindja juaj. Tani, po. Tani të lutem do ma thuash ditëlindjen tënde se Po. kam diçka për të thënë për këtë gjë. Po, unë jam me 31 mars 1963. Do të thonë do festojmë ditëlindjen tënde sot. Festojmë pa tjetër. Po ka një gjë të veçantë që ditëlindja jote, mosha jote përputhet me 2 shifrat e fundit të vitit tënd të lindjes. Po, Që është një gjë shumë e rrallë, Tre, sepse quhet e kishe menduar? jo. Jo? Jo, po shumë me logjike e mendova Po. që Po, dhe Gëzuar, quhet faleminderit në shumë. disa kultura, edhe në ata amerikane, quhet viti i artë i jetës, ose viti më i rëndësishëm i jetës, ose viti i pasqyrës, që njeriu arrin pjekurinë maksimale dhe e sheh veten si në pasqyrë. o, Po. Një fillim i ri për Sinanin. po më bën me besu. Sepse jeta të bën, po eksperienca e jetës, jetë gjatësia, të më thonë, të bën me janis me besu gjanave mës mi përsërit, gjanat që gabimet mës mi përsërit. Që Ti ke bërë. akumulon jetën për shkak moshës. Po kjo shumë, se pas na me duhe, po me shumë mirë, që e morë dhe një informat fantastike. Të ndaj të ftova pra, që Po, ta po, festonim po. të vit të artë, ta Faleminderit. festonim bashkë, sepse konsiderohet viti më i bukur, kur përputet, sepse jo të gjithë E kanë atë jo të mundësi. gjithë e kanë atë mundësi. Është e vërtet, 31, Po. 03, 63, 33, domethënë është, po një gjë që është e sigurt është që është viti i jetës, quhet viti më me fat, Po. për fillime të reja. Tani Absolutisht. nuk e di nëse je gati ti të fillosh në një gjë të re në jetën tënde. Për një se ku mendu këta, po tash në bazë kur të dëgjova që më dha këtë informat, tash disa plane që i kam unë për shkak lëvizjes në Amerikë, vajza është këthy janë i kem, do të thonë kjo astrologjia ka njerë të bën për veti, edhe pse në momente caktuar me pas dyshimin e riu në astrologji, në yjet, Në yjet. Po. Kjo është numerologjia në fakt. Numerologji, pa. Numerologjia, edhe astrologjia, edhe numerologjia Janë afër, afër. E ndihmojnë njëra tjetrën. E ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe ti je dash në horoskop. Po, dash. Edhe pse do vrasi kali. Gëzuar, edhe në qind të bëhesh, edhe pas një jetë sa më të lumtur, siç e meriton. Faleminderit. To janë eksperienca jetës të bën me i dhonë mend dikuj tjetër për mos me e gabu. Kjo është raporti jam me fëmijën te. Mos e provo, se kom provu në atëherë s'ke nevoj me kalu dyra. Ta pësosh. Po ta kalosh. Një gjë që e pësova dhe unë. Absolutisht. Po, në fakt ka disa njerëz që duan ta provojnë vetë atë Me vërtetu, dispatën. me vërtetu. Duan ta vërtetojnë vetë. Po të... Njerëzit nuk dëgjojnë, ti përballesh ndonjëherë me këtë, për shembull me vajzën tënde, e përballur ndonjëherë. Po, absolutisht. Me këtë kontradikt që mos e bëj se unë e kam provuar dhe do të dalë kështu, dhe i del fjala jote. Si ta thash ajo me Al Pacino që ta tregova. Si ishte me Al Pacino, se ishte shumë. Al Pacino ka lutë Zot, ka thënë Zot, me ma dhoni bicikletë. Po, shet që s'ka kur gjëbra se punë edhe ta shkove edhe ka vjedh një bicikletë. Ju ka lutë Zotit, Zot lutë ma falni bicikletë. Po, nuk ja falë Zotit bicikletë. Edhe shkone e vjedh bicikletë. Edhe mas një ka dosh Zotit mi ju lutë, me ja falë vjedhin. Në më të pukur si është njeriu. Po, si është njeriu. Tu me gjithat, dyshimet e njeriut e bojnë me shku me i provu gjonat edhe të këshijat. Edhe pse dikush ta japi eksperiencën falas, se unë mendoj që eksperienca kushton, nuk është ajo dikush ka pagu për çdo pjesë tjetës, edhe të mirat edhe të këshijat. Për që ta është njeriu që ka eksperiencën në gjonat e këshija shumë mirë me mujtë me i shpërnda, të tjertë. Mës me hup kohë, me verifiku diçka që është dhe verifiku. Edhe unë jam njësoj si ty. Po? U flas njerëzve me shpirt, mos e bëj këtë sepse unë e di që
Këtu do dalë. Ndogji mu zjari. Mos të djeg dhe ty. Shumë. Me që më kujtove Al Pacinon, po unë kur u pash te klipi fundit me Robert Berishën, Robertin, pa. më jeni dikur të dy si George Clooney me Brad Pittin. Edhe me veshjet, kostumet e zi, me ato papionot, me krishat e bardha, te klipi shumë faleminderit. Pa, është një përshkrim këto çunat e kamerave din, disa vështirë është sot me gjiru. Sepse qatë shumë ka elemente të përdoruna, do me thonë sa që është shumë problem me bo një klip të mirë për arsye se thjeshtësia është problemi kryesor. Unë mendoj njeriu kur e arrin thjeshtësinë ka kalu krejt proceset në jetë. Pa. Sepse aty s'të bën përshtypje as sen. Aty unë e munu edhe me Robertin Cameron në pajtim, edhe me djemët ata djemët që kanë gjiru, me mujtë sa ma thjesht, mës me filozofu shumë së është problem. Do me thonë, që është ka klipe, që është, kjo është një pazar, me një katrahur. Edhe sponsorët kanë kryu probleme. Sponsorët sidomos në dallimin e gjinive. S'potojmë tash me filozofu shumë, po nuk kanë lënë shumë pak hapësinë për me ardhë, sepse konga sot për mu, pa një videoklip, po shumë është me rëndësi me qëllu videoklipin me shtri edhe në tekst edhe në muzikë edhe me ushtri notat edhe teksti edhe pamja dhe gjithçka më ushtri është shumë problem. Për me shumë shtirë, se mas shtirë është thjeshtësia, po. Po, thjeshtësia është. Problemi kryesor është thjeshtësia, me arrit thjeshtësinë ti ke kalu krejt për peripetit e jetës. Ka një poezi Ismail Kadare që thot të thjeshta derë në madhështi. Derë madhështi. Në një poezi të tij shumë të famshme. Kështu që e thjeshta është. Po, për shkakun më vjen keq tash për producentat, për njerëz që mirën me këtë punë, saqë a disa vështirë është me vendos. Sepse keni përshtypje që ti i ke po gjitha këto gjona. Edhe ti përsëritja është problem. Shumë. Shumë problem është. Copy-paste është bojeta copy-paste. Edhe nuk e kanë. Për shkak se unë mendoj që s'ka filtrim. Problemi është te filtrimi. Kur s'ka filtrim atëherë, gjithkush ka drejt mu marrë me gjithçka. Edhe në demokracia në Amerikë mbrohet me karrikë elektrike. Wow. Ç'të i bja jo? Ti është demokrat mirë, po nuk i drejt me bë bash gjithçka, po. Edhe se dikush e keq kupton demokraci. Apo kupton nuk ka asnjë sit në ekonomi, në sport, në art ku s'ka sitat, nuk rjeti. Problemi kryesor është s'kem rjet. Shembull na po flas në kohën kur nish Jugosllavi, kur kam qenë në Radio Televizioni Prishtinës, u dosh mi kalu element muzicient, akademikt, për me mujt me shku me u futi me boni kam. Tash lidhen 2 vetë me një laptop, edhe bëhet hit, mega hit. Bëhet hit. Gangnam Style, sa disa me miliarda, kur kush di çka është. Edhe pa dependëgjë. Çfarë do i quaj atë këngë? Ti s'di njeri. Atë është ka shku jeta dikon, ose është fast food life, që thojnë Amerikanë. Po më duket jemi kriju krejt atë move it, hec. Konsumimi madh. Konsumim madh dhe pa pas përgjegjësi. Hiç përgjithë. Unë e kam një tekst një kam, ngjyra kuqes në ka hupë nuk skuqemi. S'kem pik turpi. Ne kemi këtu në Shqipëri cipa, i ka plasur cipa. Po. Na them skuqet. Se nështë të kombi jo, turpi është skuqje. Do me thonë, kur keni turp të madh, ti duhet prej fundit të barkut me tardh skuqja që ke boni gabim. Ti dush me pa dhe turpi dhe ullet kokë edhe skuqesh. Qa, s'ka. S'ka më. Nuk ka.
koka lartë, i zverdh, shkon, çdo gjë, dhe nuk ka edukat. Po mendoj që është shumë problem. Ti je një këngëtar që je mësuar me hitet, se ke gjithë jetën që bën hite. Jo, kom pas fat me bashkëpunëtorët e mirë, gjithmonë ekipi mirë nuk ndrohet. Kur ki kompozitorët e mirë, tekstshkruesit e mirë, është edhe një problem që përlasim në Shqipëri, për shembull, Shqipëria ka pas koncertet më të mira, këngëtarë më të mirë. Mirë po, në mund mendoj. Ata kanë pas një festival edhe ju ka koncentrimi veç një këngë me kënu. Po, një këngë dhe Tash ma gjatë, po. Edhe mas të ti tanë kohë, një këngë, dhe e perfeksionon ato, dhe bjen në mënyrën më të mirë. Mirë po në botë nuk funksionon ashtu. Dëshmi pas këngë më shumë, koncerte më shumë, orkestre më e madhe, të organizu më mirë. Shqipëria ka pas traditën e koncerteve, festivale fantastike. Ku është, sot? Në festivalet private, apo? Është kënga magjike dhe festivali i këngës. Si privat. Edhe festivali i këngës është si privat. Ke tentuar të marrësh pjesë në Po, ka marrë pjesë para luftës. Para luftës? Po, me një jazz, diçka ka qenë me Shefqet Hoxha, një gitarist shumë i njohur në Ish Jugosllavi. Po, ajo ka qenë një zhanrë që s'ka mujtë me flajt në atë kohë. Nuk arriti dot që qa viti ka qenë? Nësë më kujtojt. Që s'të kujtojt ashtu. Si pak i lodhë. Po titulli i këngës e dua ta dëgjoj kur të mbaroj ky Vajza detit, regjistrim. Qështu diçka me detin. Jo, s'ka këthim det, qështu diçka s'pon, se shumë ku e kalume edhe unë e kam. Pastaj nuk e marrë pjesë, më. Jo, po edhe njëherë ka marrë pjesë. Edhe shumë jam i lumtur që pikat më të mëdha e ka marrë prej Korçës dhe prej Shkodrës. Dy vendet tona më që kanë traditën e muzikës shumë të absolutisht. Njëna Serenat, tjetra i ka Shkodra është qyteti jonë i dashur. Dhe ka një traditë fantastike, muzikën. Do më thënë po fletë për ato jurit, se ka pas juri rretësh. Jo, për publikut. Ja, unë i jurive, nuk kem hanes besimin në jurive këtu. Vërtet? Po, s'di adin veç me siguritin. Në Sanremo, kur së është bohit kanga e cila është zgjedh për juris. Ta, është fenomen që ndodhë gjithandej kjo. Hit bëhet ajo këngë që është publiku është ai që ai vendos, ai i merr ato. Ti tash këqyra në mënyrën profesionale, tash varet a është i korruptum apo s'është i korruptum. Ndërsa publiku thotë që kjo po mbëlqen, mbaroj, nuk flasim, s'kem çfarë. Edhe asnjëherë s'ka ndodhur, për shembull. Me Sanremo, Sanremo mendoj që është festivali i vetëm që ka mbetë si festival. Edhe në Sanremo, kur asnjë këngë e cila është klasifikuar si kënga më e mirë nga juria profesionale, s'ka mbri me qenë e ndëgjuar sa është ajo këngë që e ka vlerësuar publiku. Se tek ma mramatis, më shme shku në pazar me shit djathë më s'ka blerësa. Kjo pjeshet. Dhe në është pak problem kjo punë. Kjo ndodhë në festivalet që shpallet fitu se një këngë që nuk në gjitë shumë në publik. Që kjo është e? Nuk e di pse. Për shkak privatizimit, sepse ti ki me votu për to, ky për ato, ky për ato. E pa, nuk len hapësin me u zhvillu. A më kupton se ti në start e din kush po fiton, e pse duhet me shku. Kur po dim pse po fiton. Mas ne dalin, mas festivalit ka këtar dalin në kohën e ka thonë ky, ka thonë ai, ka bo ky, ka bo ai. Po ju keni marrë pjesë, mas meri pjesë atje. Që se hinti në anijet piratve, nuk është me nësi aje kuzhinjera e kapiten i anijes. Funksioni piratve është hajnia, nuk mështë tash me u manku, se kapitani i anijes nuk ka bo problem. Po ti... Më përqen për figuracionin që përdor në bisedat e tua, televizive dhe thjeshtësia. Jo, ke dhe shumë figuracion. Po u dëgjoja pak me Berat Buzhalën? Po. Nuk e di se ku më doli si intervjist. Po, to tash s'përkive shku pjut dërsi purdat. Edhe, po, edhe më bëri përshtypje se ju Oskarin, çmimet Oskar, ju e shqiptonit ndryshe nga ne. Qysh i ke shqiptu? Nuk e
Ai Më është bëri i poshtë. E po ndaj me qëllim? Po, me qëllim e bëne, si poshtër është bevash. Vërtet. Jo, po dhe ti e shoqërove. Po, se na, dëgjëm tash, na kemi dialektet, është që qytet që kjo kombi jonë. Po, i kemi... Lagje kem ndallim. Lagje më s'flasim, unë ndryshe flasin drejnë saktena, ndryshe flasin Gjakovar, ndryshe flet Lapjani, ndryshe flet Prishtina, ndryshe flet Peja. As jem as 2 milion. Është ajo dëshira Bayraktarlëk me musko. Atë nështë edhe Ballkani e kanë, kryesisht. E ka pak Ballkani. Ballkani e ka komplet. Gjakun e nëset që do të dominoj në ca. Unë ka një përshtypje që se shkon t'i rrinë me një grek. Një javë, 2, mas një javë t'i pëngjon këtë njeri dikon. Sepse me dhanë njëjtë. Apo këton është, ose me një turk, sërë s'pi përbedi. Ato s'pi përmën? Jo njëjtë është, seriozisht. Kur të rrinë edhe kur komunikon, jo shehinatin e brendshëm që e kanë. Dëshirën e të qenit Bayraktar. Besa ka dhe burra, po ka dhe si që di me s'kju. Që dredojnë. Po dredojnë. Edhe mirë po e she është interesant. Për që ata ndoshta dhe nga kanë thonë Ballkan. është shumë interesant. Edhe kanë shumë drejt. Seriozisht unë e kom drejt për veti. Se ndryshe kur bisedon me një Irish, ndryshe bisedon me një Gjerman. është komunikimi krejt tjetër. Që kjo pite e mrekullueshme këtu, e ki edhe në Greqi, edhe në Turqi, edhe këto, edhe gjithkur, edhe ushqimi është i njëjtë. Me disa dallime. Edhe krejt kanë garen me përvetësu gjanat e njëjta. Apo kupton tash? Gare përvetësimi. Po. Nga Serbia, çfarë mendon se ke marrë nga kultura serbe, ish Jugoslave ta quajmë, ajo është ideologji. Ideologjia pa tjetër që nga koha e Titos, le ta themi kështu. Ngarkon edhe, po na për shembull e kemi pas në Kosovë, kemi pas para germës të alfabetit, abetarës, u kon shoku Tito me shallin e kuq. Domethënë, mas pari dush me ditë kush është Tito, mas në germa. Ideologjia, futafuzin ideologjinë me qëllim. Po, si këtu, Enver Hoxha dhe... Po, veç të na ka qenë diçka tjetër, se krejt tjertë kanë qenë slavë, të vetëmit na, në shqiptarët e Maqedonisë, Kosovës, të Malit, gjithë vetëmit na kemë thonë Mirdita. Krejt tjertë e kanë zdrava. E dëgjoj shumë të përshëndetje. Jo, apo kupton që ti automatikisht të regon që nuk je si ata, je autokton, je këtu. Se krejt tjertë janë slavë, që si je slavë je ardhë, po. Pse veç unë e flasë ndryshe, greku flet ndryshe, italiani flet ndryshe. Slav, ai që e flet serbishtën, e del maqedonishtën, e kupton kroatishtën, e kupton slovenishtën, gjithë slav. Dihet që kanë ardhur prej Karpate, nuk i kompruane në ardhet. Edhe domethënë aty ka qenë ajo xhelozia e madhe e ish Jugosllavisë për neve shqiptarëve që veç na kemi thonë për shembull me shqiptarin e Tetovës, Tulçinit, Mirdita. Si kemë thonë zdrava. Macedoni, Sërbit, Slovenit dhe Kroatit thonë zdrava, i ka thonë. Mirdita, në gjuhën slavë. Në thonë aty na, që aty automatikisht na i kim posë për parsin me cilën kem hes për para. Mirë po, kur je i veçant, atër sulmet i ki prej krejtve. Kjo vlen për çdo aspekt të jetës. Veçantia, veçantia neve na ka bo për me pas herojt popullit mas ne, me pas zhvillimin kulturor, mas liris, kur ujitet, si liria është uji për lullet, apo. Edhe kur ujitet lullet, atër ti shtritë, del Majlit nga Kelmendi e mun Kinezin dhe Japonin që e kanë sport dhe vetin e kanë gjudon kjo ti mund. Apo kupton, si e mas 2 milion në atje, dhe ti e mund 1 miliard dhe kusur njerëz atje. Apo kupton, dhe me thonë, qa është liria. Po qajrë që kem qenë veçant ne si shqiptar, edhe ajo ka bo se u do shmërujt për gjithve. Sepse kur e mboll demonstratat e të tenitës, policia federale ka ardhë në Kosovë. Dhe me thonë, në orë Slovent, Kroat, Sërbt, Macedon, gjithë ka në orë. Ne na kanë vetë. Neve na ka një mujnë Enver Hoxha
pe larkësisë. Ashtu. Sa dhe në është janë kjo pak në humorizi është, Po se ti parodist ke qënë? po. E ke nisur si parodist? Parodi është elementi më i madh intelektual. Patjetër. Se nëpërmes Nëpërmjet ka dhe parodistit, muzikën, edhe absolutisht. fjalën, edhe mendimin gjitha. Absolutisht. Edhe është gjëna që s'ka fillu mu zhvillu ajo mirë, po tash janë krejt diçka për ngutë dhe është problem. Problem është shfaqja teatrale, shfaqja koncertet e fëmijëve, domethënë na kemi humbur shumë. Na kemi pas, Shqipëria ka pas të mrekullueshme, festivalet e fëmijëve, festivalet e këngës, festivalet e muzikës popullore. Kupton, unë e kam në shpejë, thëmë ka njerë, po mendoj që po pritojmë me qenë shqiptarë. I pse? Nuk mujmë u tjetërsu, atë. është problem. S'fola shumë. Jo, ishte e bukur kjo, po përtoj me qenë shqiptar. Po përtojnë, jo, po përtoj. Po përtojnë? Okej, një që e sqaruan, po. Derisa dhe në rak, kur këndohet, nuk thot të dashuroj, po të dashuroj. Pse thu dashuroj? A flet dashuroj? Ka, dëgjoni ka. Më duke se është mozik. Po ka, nuk e di. Mundet? Si në gjë, për zotin si gjë. Jo, edhe unë më duket kam dëgjuar një këngë. Po jo, nuk thuhet. Mendoj që qaq bukur e kemë gjuhën, sa që me bo me fut gjuhën në një mulli për me qitë shqipen me dole anglisht del keq. Po kupton se ajo është priton me konë shqiptarë. Kur po priton me konë shqiptarë, dhe nëse kemë gjuhën e mirë, dashurej, sa mirë, jo dashuroj. Se. Pse artikulojnë kështu? Për me u dojë me angles, është ta. S'pëdi. Janë përhapur shumë këto që dashurojnë në këtë mënyrë. Po, kupton të folën, të lasdrumi, folën lasdrum. Gjuhën fantastike ti e degradan. Njërën të folën. Nësë lasim për futjen e fjallëve të huja, pa pik nevoje. Po, që ka fjallë shqipe, të mrekullueshme, sa të duash. Me vule. Surprizë, qëfar surprizë hamamit? Befasi, qëfar fjallë e mirë. Befasi është, adin është qëfar fjallë. Një për shamë, një për fjallë si qëfar fjallë me vule, thamun. Surprizë. Adin, si më shkem, jo, kur befason, ti tjetërsosht, kur befason dikush diçka. Për të mire, për të keqa, po? Po. Unë befasova. Unë surprizova. Shumë vërtet gëzuar. Gëzuar, shëndet. Në knaqe, thashë me ty biseda do ketë fillim, po nuk dihet a do ketë fund. Këngët e tua të dashurisë janë shumë të forta, po kanë edhe një dhimbje, melankoli brenda. Po se unë mendoj që çdo artist, po për shembull më një ndërkong që e du është krejt mrapsh, sepse është një këngë ku përshkruhet jeta e jona, e artistit. Thonë se nuk jetohet nga dashuria, por si jetohet as pa dashuri. Shpirti lëndohet nga vetmia, zemra kërkon shoqëri. Ilir Berani, dhe me thonë kjo është... Ilir Berani është... Po, fjallë dashurie nga poet të lashtë, të tjerve u këndoj çdo natë. është tekst i mrekullueshëm. Shumë. Edhe, sepse po sumishnove me tekstin. Ti dush shpirtin mja dhon tekstit, se për që ato është kompozitori, aranxhuesi, tekst shkruesi, edhe kur bon 3 shpirta, me këngëtari është ai që e prezanton mendimin e 3 njerëzve, 3 shpirtave. Po fut edhe shpirtin Po, absolutisht. Ajo është qërshia mbi tonë. Kush dominon nga këto 3 shpirtra plus shpirtin tënd? Kur këndot kënga? Tash, unë mendoj që çdo këngëtar, nëse ka marrë prallën me interpretu, dosh me umishnu. Dosh me qeni dashurum ti për me knu për dashunin. Shumë trollin ata që, ose ka qeni dashurum, ose dosh me di çka është dashunia. Ta kesh provuar një herë të paktën. S'mund është ti me shku në luftë, në luftë i ka qu për shembull kënga marrë QÇK-s, i ka qu njerëz në luftë, su stimulim shpirtnore, stimulon, ka ti të kap një nostalgji një ere parfumit, apo? Të kujton një moment caktum tjetës thani, që të mërë është diçka që ty artisti për çdo është artist, për me mujt me jep emocionet
cilat i ke menuti si tekst shkruese për shembull, dhe ky si kompozitor, unë i marri përveç se ato edhe i transmetoj me ndjen. Po si bën me ndjen, ai kalon e pa vrejt. Nuk e vrejt kërkosh. Nuk gjë vrejt. Apo kupton, është gjithmonë e shpjegoj. Patjetër. Edhe në kuzhinë, kur e bën me knatësinë, e bën një picë me kushtet e njëjta, aty del ndryshe mund ndryshe. Kënë kushtet e njëjta. Është fenomeni pa shpjegueshëm. Nuk mund të shpjegoj këto. Kjo është mrekullia e Zotit. Mrekullia e Zotit. Mrekullia e Zotit. Dhe unë besoj në Zotin që i ka kriju njerëzit, jo në Zotin atë që i kriju njerëzit. Dallimi është dikush qërë me privatsu Zotin. Kjo është e bukur kjo. Zoti është ai që në ka kriju. Ato një këta që i krijen. Për fejt e ke fjallën. Për fejt. Që e privatizojnë. Po, që i privatizojnë. Vjen puna, mi thoni hoqës, apo një priftit, apo a mep numrin e Zotit, se ty shko me çfarë garantë se po flet në emër të Zotit. Është pak problem kjo punë me diskutu, se na shojnë mas ne këto. S'ka që. Jo, ata për me shojt është, dhe kur të shojnë mirje. Kur të shojnë, je fiks. Mas mirje që të. Dhe i them, edhe Zoti është një dhe i vetëm. Jo, do të me besu në Zotin që e ka kriju njerëzimin, jo në Zotin që e kriju njerëzit. Këto dallimi. E bukur kjo. Se kom thonë, ka thonë një filozof gjerman. E mirë. Okej. Po e vjedhim. Mirë është mi thonë gjanat e mira. Ideja është që ke një memori shumë të fortë, për të bërë një bisedë të këndshme duhet memoria patjetër. Absolutisht edhe jo, gjanat mas një kurinin edhe prej se kur thot plaku diçka, njerëz të vjetër pe eksperiencës dush mi besu. Apo kupton se eksperienca ta thot. Është një fjalë shumë e mirë që thot pleqëria i ka thonë rinis ku i ke pas met. 20 njerëz që me të një shpima, si e vesh mirë, si ke pas kujdes verës, dimlit i ki pas. Nuk e ke trajtu jetën. Pleqënia do më thonë, për shkak dhimbjes, e akuzon rinin ku i ke pas mend, si ka një kujdes. Se s'duat largojnë pak nga dashuria, janë dy këngë të tua që në njërën të thua, më ke lënë me pasoja, dhe në tjetrën thua që më ke sëmurur. Dashuria për ty më ka smurur. Po e perifrazoj pak ndryshe tani. I ke përjetuar këto ti apo Ilir Berani? Jo, na kem qatë shumë raste në botë, sa që të njësë prej... Jo, me që po flisim që duhet ta Romeos përjetosh. dhe Gjurjes, ata vdesin për dashuria, po. Ka njerë që kanë ishin kohë të tjera, ata. Po dhe të kohë ashtë, janë njerë të shmendër. Edhe sot, të shmendër ma e bojnë vetë vrasje. Po, e bukur. është shumë, sepse na e dim që dy organe që i ka njeriu që janë kontradikt është truni dhe zemra. Truni është kalkulon, shpirti dën. Zemra dën, truni ka kalkulimet. Edhe ata në smirë vesh kanë njerë, shtu që i dalin problemet. Shumë problem. Është shumë problem. Me ishti... Në një mëndje, trurin dhe zemrën. Anglisht në klikët edhe me rata amën. Shumë problem është e. Ti e ke ndjerë në njerë të kontradit? Jo, unë e... Po, dhe gjë, dashunia, ka dashunia është për sportin, dashunia për fëmijët, është komplekse, shumë. Po flasim për ato dashurin. Ato dashurin që çmend njerëzit. Ato që jam dashuru e kam gru, tash 40 vjetë. Shumë gjatë. Shumë gjatë. Bravo. Edhe normal e ma pëshe. Po të normal. Bravo. Një artist i madh, njeri martuar. Njeri martuar. Je ndër... Jo, unë e kom ditë... Ti ka jo kategoria e rallë që kanë arritur të ruajnë martesën gjatë. Po. E ku kuptu që me bo me undo, marë prap gru. Njeti bjerë. Këto po prisja. Ja, kjo ishte me bukra nga gjitha. Dhe... Te uta në falë, për kjo ishte... Kjo mandjori. Te uta e kupton se të një feti e ti, po... është shumë e bukur. Sensin e humorit të me dinë. Po, prandaj theme, e kupton që është në sensin. Po, është shumë grua e bukur, me sa kam parë.
Shumë pashme. Ajo ka pas 16 vjetë në 17, kër jemi njohë të shkollë të mesme, po në shatare, dhe jem rrit bashk me probleme, e kem veç një vajzë, më të mirë në botë, edhe patë që me jetë, me gjithë shqiptare ku do që janë, edhe kim pas peripetit e jetës, se jem një gjenerat e nemën, komplet. E mallkuar, se duhet ta përkthejmë pak në këtë shqipen nama, geknisht nam, kur thuhet nam është nema, do me thonë. Po, ti e di që fjallori shqip është problem me subtitle, jo geg. Po. Pse thuhet kryetari së thënë koktar? Për shembull kryetari i komunës. Koktar është më bukur. Koktari i komunës, a? Po, do ishte më bukur. Nëse na kemi gjuhën e unifikume që se përdorim, mjerisht. Po. Njerëzit e gjuhës e kanë kry këtë punë, po se cili kem një lokalizëm të brendshëm, për shembull, gjakovarët për neve, Ismet Peja e djerë një kamptari i vjetër, i gjakovës ta kur u martu më të rajon në Prishtinë, kur e ka shku më të shku, shka e dhanë Gorbet. I ka thonë Gorbet qyteti i qytetit. është i lokalizëm, ishtë shumë i qytetshëm, po shko thujti Shkodranit që Tiranë që është më mirë se Shkodrani, tjetë gjofë. Qa thua, Shkodranët e kanë edhe ato? Po jo, kretë e kanë edhe Korça e kanë është interesant. Ajo ka dhonë të mirat veta, një lokalizëm asi, po jo me dalë, jo me shku me umbyllnat goasën ku me ndonë që bota si të rëfteje. Atër veç krijon probleme tjera. Se me ndonë që... Po, është deliri madhështisë. Që të qonë, se ka Shkodrani, më sytë vetë janë qef. E ka si shprehje fantastike. Se kemi parë. Gjakovarët e kanë hajtë bas të rritë mendja. Ta kanë edhe ma me vullë. Dhe është qaj lokalizmi që i ka pjesë e mira, po kur është overdose, si thojnë, atër është veç e damshme. Në fakt, gegnishtja e ka atë epizmin. Absolutisht. Ka fjalë me shumë ngarkes epike në një farë mënyrë. Fjalë me pesh. Kështu që na shijon edhe gegnishtja. Pavarësisht se... Se jemi tos. Se jemi tos. Së shvajem, ha? Jo, tani unë po bëj politikën për të më bërë atë përshëndetje në fund, do kupton? Ka gjanat bukura për shembull, di sa bukur është, sa mirë rrin Qergjistopulli me Adem Jashari. Po. Është një mrekulli e kombit. Qergjistopulli, Gjirokastriti me Adem Jashari. Ngjashmëria. Për gjanë edhe si pamje, dhe thuhet që Adem Jashari e ka pas si idol, Qergjistopulli, dhe si pamje. Po. Se duket se u e ka kopjuar pak, se po thuaj po t'i shohësh Jo, trim njësë kopjuar, unë me dhe që trim atë tillë. Tani ku do ta kopjon të atër? Si shikem na, ata lindin, nuk kopjon, ata s'kopjon. Jo, në lup, vetëm në lup. Pamje po. Se për ndryshe jo, ata lindin. Ata lindin dhe janë të papërsëritshëm. Për shembull, disa pak njerëz e dinë që Qergjistopullin e kanë vrarë në Malzi. Unë jam habit që njerëzit nuk e dinë. Vërtet, ë? Njeriu ka shku me luftu edhe atje. Apo kupton, këtu, ata që mënon me batë ndomin, geg këtu, Shqipëri, Kosovë, ajo është turpi botës, ata njerëz unë që këshalon vend kërkun. Unë e du Prishtinë ma shumë si Tiranën 100%. Po s'kom qef kush me mangus Tiranën. Këtu është shumë e bukur. Se japë unë Prishtinë për kuqa. Se ti e Prishtinali, kështu quaj. Na që është të dhojmë, Prishtinali. Se me li e kemna, Gjakovali, Pejonali. Çdo gjë me melodike pa, melodike. Të kam parë ty gjithmonë si Frank Sinatra, po kur dëgjova dhe Robert Berishën, që të krahasoj me të thash më ka vjedhur mendimin. Faleminderit, a di që unë poshtë një kohë gjatë në skenë dhe unë jam mundu gjithmonë për shembull kom hapi syte, zeze moja moj. Mundu me kënu edhe pjesën cilën se nuk jam i thirrur me këndu. Se me gjithat është mjeshtri. është mjeshtri, se sa do që verju Shqipëria mesme, është mjeshtri se cila pjesë. Dhe së mundësh me bo. Shumë vështirë është. Pa ka këngëtar që mujnë me kënu ato. Për shembull, unë e kumë kërku ndim
Selami Kolonjes, miku tem, kur kem knu. Se ai e ka kënduar. Po na kem fut një gitarë elektrike, kemi bo pak ma ndryshe, jem mundu, po. Jo, unë e kom lutë me mësu si këndohet edhe i sot si mi majtë. Tuk është ajo ti, ajo është guxim tek ma brama. Mendoj diçka që një këngë që është fantastike, permetare, nga përmetja? Pa përmeti, është hapi sytë të zetë është këngë përmetare. E dalën përmeti dhe vlora, për shumë, pak njerëz i dina, thot. Po edhe Kolonja. Edhe Kolonja. Po, absolutisht. Po nuk janë jetë. Nuk janë jetë. Edhe kur kom kërku ndihmër me asi aty, me ndihmu, unë e kom pa që ajo Larramania është pasunie nuk s'po di, mundesh me shqit si pasuni të tjetrit. Tjetrit ja shqit si pasuni tonë, të cilën nuk mundet me ta shfrytzu. Se s'dim. Se është e jotja ki këtu. Pa. Edhe nuk mund të ta marrin. Absolutisht. Të ta rëmbejnë, të ta përvetsojnë. Absolutisht, i kem kaktorë të veriut atje që piskosje. Ka bukurinë e vete aja. Dëgjohet nga maja një mali në malin tjetër. Ka dhimbjen e vetë. Dhe me që jemi tek dhimbja, më duket sikur edhe portreti pak si Frank Sinatra, i këndoni jo realisht, i ngjason edhe në portret, i këndoni dashurisë me një lloj dhimbje, trishtimi, melankolie. Unë e du dashurin. Sepse edhe kur ti e dashuron dikon tjetër, mu dhe ajo më pëlqen. Se është... Po me dhaj që edhe të Krishti, edhe të Muhameti, edhe baza është dashunia, po. Çdo gjë fillon për dashunisë. Dashunia e Krishtit ndaj njerëzve thot falao. Falao më katit, s'di çka bojnë. Dhe më thonë, edhe ato që thot, nuk thot shko myti ata njerëz se kanë gabu, po falao. Se është dashunia ajo që të hap rrugë. Jo e nuk shans nuk ke edhe ekonomist i mirë me qenë pa e dashtë ekonominë. Do më thonë, dashuria hynë edhe tek shifrat. Absolutisht. Për mos të për parat, që është dashuria më e të shmëndur për parat. Me kri. A din është, do më thonë, po përmeni dashunia, ndaj numrave, ndaj fizikës. Këtë është qaja. Këtë është dashunia. E unë e du dashunin. Kur shosh të dishkon, kur shef për shembull në sport të futboll e sheti me çfarë dashunie multimiliarder është Messi ose Ronaldo, kur hyn fush ai ngon mas një topit që është i vogël. Sepse është dashunia çajo që është. Jo tan ato parë i ka, si duhen parët, apo si duhen, për nuk ka, ai mund me shku, i ka siguru jetën 100 gjenerata, po ai kur del atje djersitet e ja thejnë kamën e vërzarë, po dashunia, çajo është dashunia. Për pak u bëre futbollist? Po, kom lujtë edhe në klubet tona atje. Edhe basketbollist, apo? Po, sepse nuk, unë mendoj që dy gjanat që faktori njeri e bën me u zhvillu ma mirë është sporti edhe muzika. Edhe këto dyja të shkojnë, nuk kati, diku kam lecu, diku nuk kam po. Edhe të lëpt kanë diku, për shembull, që i kanë bo Tomlin e kanë bo Qumshtin, ma të mirë kër i kanë lëshu një muzikë klasika të jetë ljetë diqka. Mas edhe në Kristalit, zhvillimet e Kristalit, nuja japoneze që ka zbuluat. I kanë lëshu hard rock, ka lëshu klasike, edhe Kristalit, nuj, qëtu, ka ndryshu. Edhe aj që zbeson zëtë, do të me vra. E që kjo është zote? Do etë edhe pak verë të barë, ndërkohë ti do shijosh në një nga këto ushqimet, se na i ka ofruar Oda restorant të ku jemi, Oda restorant, një mrekulli, për ditëlindjen tënde. Shumë faleminderit. 63, kështu do i quajmë. 31, 3, 63. Jo, 63. Okej. Le ta kuptoj kush doj. Po, që shdoj. A pëshet që... Mirë që së 69. Po. A i kishë me qenë... 69. A i kishë masë më orës 12. Ky restoran i mrekullu shumë, unë jem shumë tradicional. Do me thonë, nuk moj me shku në Berat, mësë me shku me por restoranin më tradicional, është në Gjirokastë. Po shiko, ullin ti ke ullin Berati. Po shije. Ndaj duaj që ti shijosh. Tjetër, po më marre para kam bjerë. Jo, s'ka gjë, nuk ka gjë. Ne jemi këtu... Tamam, si shpi. Si në shpi, ne thjesht po bisedojmë.
Shumë e vërtet. Shumë faleminderit për se ndoshta e teprum pak, po me kënaqësinë që të ofrohemi me njerëz. Pa. Se dhe intervistat, kur s'ki që ka thu është, dhe te ki shumë shtirë, për shumë, kur e kini njerit, për shumë, Robert De Niro, kërkush, këtë e kanë mërzi me marë, me intervistu. Dhe pse? Se, qka me noti për filmin Godfather, e thot, mirë. E të nëzirë e ti, qka kime folë? Nëse nuk është një personazh që ti jep, është shumë problem, se mund... Po. Qëtë prej komunikimit. Faleminderit Zotit që nuk je ashtu. Ja. Sepse nuk ka siklet më të madh se të ftosh dikë dhe të ri aty dhe thjesht të bëj miratim. Ma mirë është mësë me shku. Pa. Mësë me shku, mësë me qitë në as njerëzit për rreth në problem. Pa. Po, ma mirë mësë me shku se me shku. Jenë tjerë ndo njërë siklet këshu që ke thënë po bëj dhe unë si De Niro? Jo, dhe qysh është problemi i pyetja ta shtron rrugën dhe pyetja kur formulohet e lirë. Pa. Në opinion të lirë. Në më thot, jep mundësin e opinionit lirë pyet gazetari. Kur jep mundësin, e të një është, si televizioni është vend ku ti shkon edhe është një peshore, ku ti sa s'den është, ajo është, ti mu nuk më ke qitë këtu me më poshtnu. Apo? Unë për të knaqur. Po e marim si shembull, do të thonë, nuk mundesh me shku në televizion me qeni pa informuar për çka po shkon. Po, ndodh, janë të papërgatitur. Papërgatitur, po. Ajo është, do të thonë, nuk është, edhe përsëritja nuk është e mirë. E që të është problemi. Tëni, unë nuk kam shumë qef me u përsërit. Apo këtonë, se gjithmonë dosh me gjatë intervistës me mundu me nxjerr diçka tonën që se din ti që s'ki faqë se din, diçka tjetër teme. Po njeriu do të me tregu, ne përmes pyetjes me u liru. Po, ka shumë mënyra për ta zbërthyer personazhin. Zbërthimin e vetvetes. Po. Se ti ke pranuar me ardhur. Në këtë podcast, për shembull, ti ke pranuar dhe podcast është kë, Ramabeti, ti shliro, ti kjo është sigur kur tep njeriu një top, e ti thu din me lujt basketball. Urna! S'ka tjetër. Sigur edhe muzikë. Sakta të futin, thash marrë, disonojnë të full, lema, kur shkojnë me 20 minuta CD playback. Po, playbacku që... Edhe silën sikur bota silën rrethtyne. Po janë bërë milioner me playback, apo jo? Shumë këngëtarë janë bërë milioner. Po, ajo është zgjedhja e atyri që shkojnë mi adhon, unë shumë kam kujdes kohën teme mes mi adhon gjithë kujtë, se kohë është ma lefshme, nuk e këthen orën 6, jo ditën e djeshit mo. Tik, jeta tik, para durve, tik. Unë me të adhon të i kohën... Si të mos tani, po i ka shumë shpejt. Po, absolutisht, se i ke marrë në proces ku nuk takosh me fmi, se fmiu është i... Kjo unë e kom emnu, kjo është fast food life. Heq kërkush për kërkon s'ka ku. Edhe po menoj që taman janë bërë njerës të asu falc, fake, është gjithë shka fake. Edhe mirdita është me... A i ke ma shkojmë marina, dhe është të shka kanë marrë. Po ta është në fillim bisedës që i kanë dhuru jetën informatikës edhe mas të një ty kur je interesum me telefon ta lezën mendje. Po, kërkojmë, bisedojmë ditë shka të del... Gomat e makines me shku mendje, del goma makines. Po si ka mundësi, do më dhënë telefonat po na lezën mendje. Na kanë lezu adënën, jo... Smartphone, nuk i quajnë kod smartphone. Kur e kanë bo telefonin e parë, kjo është ajo karemi që... Kur është bo telefonin e parë, iPhone i parë, dhe thonë u dasht me prit, derisa u hapë mas pari ajo telefoni, po derisa softveri, që nga dashëm sot i të ka hup ko. Të ashtë, të shtin me ble internetin, të shtin me ble ma të shpejtin, edhe gazeta t'i lezor ma shpejt gishtë, se gishtë ka përcen fleta. Dhe me thonë se këta është karem është ka. Ta jep këto për me marrë këto. Nuk ta shet
një aeroplan Amerika që s'mund me të artu. Apo kupton është? Po. Që është, t'jep diçka për arsye se ka përshitje. Më kalon nga një, nuk di se çfarë të pyes më parë, se kam një listë të pyetjeve në mendjen time, po ndërkohë më çon aty. Ti udhëton shumë. Shumë. A ke frikë nga këto fluturimet e gjata deri në Amerikë? Kompas. Sepse ti jesh atje lart në një avion, atje në fund nuk ke shpëtim. Shumë kohë mu ka dasht me e kuptu që gjanat që s'mund është me ndru mos o merr me ato. S'mund me ndru na jetë gjatësin. Ka t'i ki. Edhe gjithmonë është fakt që unë shumë pak njerëz në gjë që kanë vdek në aeroplan, në makina, në biciklet, në banjo, ma shumë kanë vdek deci për çdo ditë, nuk ka rëzime për çdo ditë aeroplane. Dhe aeroplani rëzohet veç për shkak gabimit njerëz. Jo për shkak shumë rrallë. Shumë rrallë me thonë gabimet, edhe ato me thonë gabimet teknike. Se është i perfekcionum. Po kom pas frikë për arsye se gjithatë është, po si të menojsh për frikën, ti bashkosh, atë i jep hapësinë frikës. Po, domethënë duhet kjo është këshilla jote, mos mendo për frikën që mos japësh hapësirë. Për këthim. Edhe si e kalon atë kohën 12 orë, tani mund të jetë shkurtuar pak koha, nuk e di, deri në Amerikë. Më varet ku. Udhëtimi, po si e kalon lexon? Apo shikon filmat e për shembull, se 12 orë. Jo, unë më shumë kom që psikologji pak, me aty, se na jem njerëz të lodhur, kjo është jeta e natës të lodhur, udhëtimet, mastej na jem. Ka pas rast shkon prej Prizrenit, ke shkon Chicago. Po. Apo kupton se prej Tiranës shkon New York dhe ty ki çashtu është rregulluar me jeta jonë. Sidomos mas hapjes Shqipërisë, Kosovës, lëvizja që u bë shumë e lehtë, udhëtimet. Po thëmë prap, unë e kom trajnu vetën që unë s'jam njeriu që i muj me ndru gjanat. Ato që i muj me ndru mes me pi bidanën e barë dhe pi të kuqet. Që to muj me ndru. Një version të zgjedhjes. Zgjedhjes, nuk ka tjetra. Gjanat, sa ka me jetu une, pse ka turbulencë, pse s'ka se di. Se arëzot, nuk e di. Edhe është një asi këtu. Jo, është një loje mirë psikologjike me veten. Po se t'i shpëtuar frikës edhe ankthit, po. Se trimi më i madh që se shoqënohet me frikacakun, merr diçka thith akumullon, se na thithim njëri tjetrin. Është akumulim. Domethënë trimi bëhet frikacak me frikacakun. Absolutisht, me najt shumë veç me frikacak. Po frikacaku bëhet trim me trim? Me najt veç me trimi, po. Po, bëhet. Po, veç me trimi. Ta kemi parasysh. Tani ti jeton në Amerikë, gjysmën e kohës, dhe jeton edhe në Prishtinë. Po, tash ti faktikisht... Si është jeta jote, kaq globaliste, le ta quajmë? Unë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kam dashur si fëmijë dhe është i vetmi vend që i fundit është e hub për mua, është e hub demokracinë Amerika, nuk është shteti që ka qenë për mua. Me Donald Trumpin? Me Donald Trumpin, po kjo, mendoj që kjo prej një mesatori që sa ka ndru. Ka ndryshu çdo gjë, dhe me thonë, edhe çdo 10 vjet është një etapë ku ndrojnë gjëra. Kem një mesatorin, kem Covidin, kem Ukrainë edhe Iran. Më kretë të shkën të lidhën, diçka është ndodhë. E kuptova. Kontinuitet, çdo 10 vjet ndodhin gjërat edhe nuk piminolna, nuk jem... Besëm që shumë ma mirë është me shiju një kafe se me menu për politikë. Pa, e di që... Ani kur i ndigoj këta analistat, kur se qëllojnë kur gjë? Hësh kur? Flasin 3 orë kur gjë. Janë out komplet. Kur s'kanë qëllu kur gjë, që asë njoni se qëllojnë. Hësh kur gjë? Shumë rrallë është, së kur lunë Barcelona rrallë, nashtë i viton rrallë. Po nashtë aposin. Po a ki i faktit, ku qysh? Apo do të me prit lojnë. Këta, apo këton edhe analizat politike që shqibojnë. Dalë kretë ndryshe. Ti ke marrë oferta politike, apo jo? Do të thënë, mund të ishe shumë mirë sot një kryeministër i Kosovës? Ose president? Kur nuk isha marrë me politikë. A di kur isha marrë me politikë? Për shembull, sikur vendet që është Zvicra ose Luksemburgu, ku s'din
kush është kryetari i shtetit, kush është kryetar parlamenti, na i ngjohim edhe deputet hajvana që janë aty, që është turpi i botës. Po flas Po. global. Ngjohim aty njerëz pa Edhe në edukat, me Kosovë sjellje. ashtu është. Njët. Se Shqipëri kështu Mos kesh të komentojnë. thoni shprehje mos vetë. Njët, po na jem një rruzë e kuqe e gjakut. Edhe është e gërditshme. Qa që gërditshme, mu marë fëmija me politikë, me nxoft kryeministrin edhe kryetari fëmija. Fëmija do të me nxoft herojt e filmave të Zatum. Herojt e Voldiznit, me nxoft Voldiznit, që do të me nxoft fëmija, me nxoft kryetarin e partisë, drejqit dhe dëbiret që shprehje jonë. Mirë, ti mund të ishe më i miri ndër politikan. Jo, se nuk mund shpekoni mirë këtu. Mirë është kur ekonomia është mirë. Jo, kur ja u bën jetën sociale njerëzve, kur shteti social, jo kur është shteti yti. Këto privatizojnë Privatizim, çdo edhe parti, shtetin, no? edhe kjo është më e keqa që e kapin të njëjtin karem. A din 4 vjet i ki, 4 vjet ka rajt për 4 vjet ma herët, dhe 3 edhe 4 vjet tjera. Baje, që e bën. A ke ndonjë koment për Albin Kurtin dhe Edi Ramën? Nuk isha im politik për arsye se unë nuk jam i tërhjekun për kësaj punës, po nuk është politika. Jo, ndonjë koment. Albin Kurti është një politikan që po del ma i pa korruptumit e tash. Që kanë nevoj po flasë për Kosovë. Për Shqipërinë s'kom drejt flasë, sepse populli ka zgjedhë. Zgjedhja është, cila do që tjetë zgjedhja, demokracia nuk lejon. Opozita është, për mene opozita ishtë dashtë me qenë në ekonomi, kërkon tjetër. Sa ti me pas opozit në ushtri, ushtria të me qenë ushtri, policia, rendi, siguria, mbi gjitha. Opozit duhet me konë ekonomia, nepotizmi, vjedhja, e përsëritur. Apo këton të ndrën një minister për me orë një tjetër minister për me orë Që të pasurojnë dhe ai, po. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme dhe është nuk po di, nuk po du politikë se nuk as i shoh. Nuk i shoh. Unë kam menu që estrada është me poshtra, po Berati më ka thonë që edhe gazetarët janë më të poshtra. E ka fjallën për gazetarët e politikës? Me sigurisht. Gazetarët e artit ta shqibire me politikë. Ata knaqën të ka dikon. Po sepse edhe ata ndoshta bëjnë pjesë Po. korrupsionit dhe aferave. Absolutisht. Për këtë e thot kam përshtypjen. Absolutisht. Nuk është se, po të na jemi shumë popull i durueshëm, edhe e çuditshme është ku del Kosova popull i lumtur, me kuptuar. Kush e thot popull i lumtur? Kanë bënë farë listë të popujve të lumtur. Na jemi para jush. Kosova është para Shqipërisë. Po vendi 18 dikun, çfarë po di? Mos më thuaj që është pas Norvegjisë, se Norvegjia ka qenë ndër të parat. Norvegjia, Finlanda, ato janë vende që Suedia është shtete sociale. Edhe Suedia, po. Skandinavia. Skandinavia, po ato janë shtete sociale dhe e kanë kry këtë problem, domethënë nuk e kanë problem, se problemi është e pensioni, na kretë kemu plak. Edhe ti nuk e ki një pleqni ku ki siguru të pak të në barnët, në pensionin tënë edhe një jetë besatare. Problemi është këtu. Dhe në rënojmë momentin. Qëto problemi, na? Të një kur rënojmë momentin, ti s'ki ko për gjeneratat. E gjithat, kur merë përgjëtësi për me drejtu një shtet, me drejtu një diçka ti dush me marë përgjëtësin sociale, se na kemë problem mungi bukë, se jemi dalë prej luftave, prej dreshqit birit, prej ideologjive, na kemë nevoj për një ekonomist menager perfekt që na thot, o nalu, o njerëz, se dush me menu për gjenerata tjera, arsimi se kemë kërkon, jetën sociale kërkon, këtu e problemi, që më duhet më emni, bëjmë një dikujt, që më duhet? Pse më duhet? Mu më duhet jeta sociale, s'më duhet. Ti ke morë pozit, se lufton për pozit, ma e pozita tua, gjithë shka barë. Po të pak të mos ma nënë që ma inteligencë, me dorë me mrajt 4 vjetë dhe 4. Ne themi mos ma fyë inteligencë. Po Amerika ja vlen, se
Ka ngela shpreha ëndra amerikane. Ëndra amerikane, Përgjithët shqiptarët. absolutisht Amerika është Ja vlen? Po, Ta marrësh absolutisht. si Po jo, ka iniciativë? ndryshu shumë. Shumë ka ndryshu, dhe më thonë, ka ndryshu shumë, sepse qa po di, ndështë është këto lëvizjet, zhvillimet globale janë të tilla. Nuk nuk ka shansë mës me, dikush po dënë me kap njerëzimin për fyti, kështë me thonë. Ka me majtë, dikush e ka që di, kush është s'po dim. A dhe në kretë për dim që s'po dim diçka. Po flitet për masonët, masonerin. Sionist, s'ka ty, plot, edhe kështë problem që ti e kanë ka pjesë, kështë, edhe na kemë shumë problem. Shumë. Ti me dëshirë, ku do jetoje më shumë, në Prishtinë apo në Prishtinë. Amerikë? Prishtinë, po. Në Amerikë, me gjithat, guri peshon në kemë në fjallin. Në vendin e vetë, Vendin e vetë dhe është mrekulli e Zotit. Sepse sistemi kapitalizmit, Amerika është anëzë shteti ma kapitalist në botë. Po. Djeta e punë kërgjëre, po na jem, sidomos Ballkani, sidomos na shqiptarët, jem të lidhur për familje, jem të lidhur për njerëz, edhe na myt nostalgjia neve. Zbesoj që i ka popull si na që kem problemi gurbetin, se kem familje, s'ka, unë zbesoj që ka Shqipëri një familje se ka një vëlla, një motër, një jashtë, për ekzistenca, nuk ka shku vetë dëshires. Këto gjithmonë do të mi dallu këto. Problemi është e ekzistenca. Ajo shku edhe u viktimizu. Ne kemi kry këtë punë edhe ma herët. Që shkone ishë Jugoslavisë, gërbeqarët e parë ka shku vite 50-ta. Edhe ka punu një njeri ka mojtë 11 antarë. A di qëfar viktimizimi është. E aji konë vesh vetë atje fmit këtu. Shkatrim. Shkatrim total. E kështu që guri peshon vendin e vetë. Ti tani aty ke shpinë tënde. Po. Në Dallas kom shpinë edhe kom Prishtinë, po. Po sa ka kushtuar e shtëpia aty? S'flasim. S'flasim për të? Jo se thonë jo se na gjuhët atë të këja, ne. A e resi në Amerikë, jo mama. Në më thënë, jo, e di pse, sepse je një model suksesi dhe frymëzimi për gjithë ato artistët, e vërtet, po themi, jo këta që folën me inteligencë, me iTunes, me operacione plastike, të gjitha, që ja ke dalë vetë me zërin tëndë. Po është puna. Po do, ekipin e mirë, por ekipin e mirë, ne kam një ekip mrekullueshëm që s'kem ndru. Do me Ilir Berani, Fatmir Muhen, Gjevdet Gashin, janë njerëz që janë etna pak. Me shumë e konsideroj kur ka diçka se nëpërmes gjakut e qatë etnon tonë, del shqiptar. Del shqiptar. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme edhe do më thonë na gjithmonë kem nejt besnik asoj pune. Kështu që nuk është që edhe kemi kuptu kohën. Ndrën, edhe muzikë ka ndru, na e kemi pas orkestra. Klasik, orkestra, ta është elektrizume, gjithë shka. Tani që keni shtuar të orkestra juaj? Elektrizimi, komplet, elektrizimi. Me Robert Berishën, keni bërë këtë klipin që keni dalë të dy si gentleman, zotërin, kinga, dhe me ato mikrofonët që janë përdorur ose nga Frank Sinatra, ose nga Michael Bublé, ose kush tjetër, nuk e di, nuk kujtohet ndonjë, domethënë gjithë të artistë klasik të vërtet, ndërkombëtar. A di pse se është sinonimi i kohës të hershme. Mikrofoni është duk qashtu. Domethënë forma e tij është ashtu. Dhe pse e keni zgjedhur ashtu atë mikrofon? Po pikërisht për shkak se Roberti Nexha ka herë dhe është një ndër muzicientë dhe këngëtar, po ndër muzicientë më të mirë që kam, se është edhe baba është Omar Berisha kompozitori, Bajer Berisha ka qenë një ndjeri ndër dirigent, edhe thuhet që Simfoninë e 5 Beethovenit ka dirigju pa partitur. Vërtet kush? Agja i Robertit. Gjagja i Robertit, po. Gjagja i Robertit, edhe baba i Robertit, që e kompozitori jonë, Omar Berisha, që ka marrë pjesë në festivalet e ishë Jugoslavisë, edhe ka marrë dhe çmime. Dhe me thonë, molla pik... Darda bje në dardë. Dardë. E shumë i talentuar është Roberti. Shumë diskutohet. Po, dhe të gjenë edhe ka për shtërinësit.
Tani ju patët një periudhë që nuk flisit me njëri tjetër, Jo, apo? jo, unë për shkak periudhës e kom qenë shumë i zonë. Në Amerikë një periudhë kur ka vendos që i ka me ardhë, nuk kthy, edhe aty është mase peripetit e jetës, nuk i kohë për vetën, lemo për tjertë. E kështu që, ja. Po që kështu jeni shumë miq, të Po, vërtet, dhe keni shumë humor të dy. A i tregon shumë për Saleta. Po, se i kemi... Po ti je jaftë në Barsaleta? Pa ish pak i në dytë. A ish plus 18. Po, plus 18, mas orës 12. Po, e ka sensin fantastik të humorit dhe nuk e ka... E kanë... Tash gjenerat të tjera edhe e kapin nuk e kanë, se kanë problem. Ja, edhe për shtatet. A i hynë edhe të gjenerata zë? Po, absolutisht. Edhe kështu që nuk e kanë problem. Kishte thënë në një intervistë që me Sinan Vllasaliun kam shpenzuar më shumë kohë se me çdo femër në jetën. Po, vërtet është. Shumë e lezetshme. Shumë e vërtet. Se keni qenë gjithkohës bashkë. Bashkë, po. Domethënë kemi në koncerte. Prej Amerika, Australi, e Zeland, e Evropë mos flasim. Në Kosovë, Shqipëri, gjitha trojet shqiptare kjo, domethënë ajo është lëvizje me mija kilometra. Edhe qa u bashkon përveç se... Edhe sensi humorit, edhe ajo prapa skena. Prapa skena që është... Që pi një gotë birë, një gotë ven, një bëshqirosh, kur e zbraz vehtën prej energjisë të akumulume prej stresit. E atër është, ajo humori maj mirë është atër. Edhe normalisht humori maj mirë është në favor, në gjithmonë kërë e bënë në favor tonin, autokritik, humor autokritik, atë është mas mirë. Po, autoironia, që i themine. Po. Ta i në i Barsalet që i këtë treguar Roberti, do në e tregosh të në? Apo si e për Barsaleta? Si e për Tatina, ajo është pis. Ajo spriton. A i dhe në program... Mua dhe së më rrinë. Ande në të qka që nuk shkon. A i dhe në program është, nuk e di, nuk ka aty, se në kemi amën, kemi institucion që është ama, që të gjobit. Nuk e di nëse ati a i hando një gjob, po është fantastik. Dhe gjatë është, dhe sa filmat Amerikanë kanë shprejet ndyta. Edhe mere Oscarin me qatë fjallora, po. E the Oscarin. Tashman, po. Po si e thoni ju? Ne temi... Britanisë, të ka pëj dhe unë, Oscar. Oscar, pa, apet në fund. Oscari. Oscari është në këtë moment. Oscar është kohë të ardhë, kohë atashme e ardhë. E punkur kjo ishte ferë. Me ato shpreja ato fitojnë... Absolutisht. Shamjet matë maja në botë i thot, e po mirë, e duran se nështë ta kemi ajo doza e turpit edhe konvertimi i gjeneratave, prej kapërcimi i gjeneratave, që ke guzot me folë në kohë, në anës tem, me folë fjallë dyta, kja është, absolutisht, kashtë është komunikimi krejt tjetër. Nëse ka dhe tipin a i se shumë... I rrinë dikujt. A ti shkon. A ti shkon, absolutisht. I shkon. është fantastik, e ka sensin e mërë. E ka bekuar zoti me gjithë shka. E ka sensin edhe për ditë shmënisa. Po. Nuk është ajo që ajo është... Suksesin e ka pas pikrisht se është zhvesh ashtu si është, nuk është aktrim. E ka... E ka tipin e vetë. Absolutisht. Madje i kam bërë një intervistë atër live në një... Kur ishte koha e pandemisë, kemi bërë një intervistë për një revistë, si që bëshën ato intervistat live, e i tha shumë, atër ma tha që do bëj një program, sepse unë jam vetë tipi, tha që mund të them gjithë shka në një program. Se ka problem, Këndon, bilesa ishtë fix shomen, po nëse duhet të zgjidhje mes miqve, do zgjidhje Robert Berishën, apo Sabri Fezullan? Nuk është pyetje vështirë. Me Sabrin e Milaqës, ose nëse do ishit në një vark, edhe do të të kërkonin të të shpëtoje njërin, këtë të shpëtoje. Tani, nuk e di unë se qa do bësh ti. Unë i falenderojmë Zotit që mi ka dhonë didur, edhe i shashtë u ditë. Të dy? E bukur. U zgjedha, ha? E bukur. E zgjidhe në mënyrë shumë inteligente. Këti nga anët tona nga Shqipëria, cilët ke këngëtarët që i ke vërtet për zemër?
Kam shumë. Që dëshiron të ndash skenën? Po, Njëra e di unë është Aurela Gaçi. Unë Aurela. Që e keni djeg fare. Artiola ka qenë me mua në Amerikë mas pari. Artiola Toska. Artiola Toska. Sinan Hoxha, Gzim Nika. Mos t'i harroj dikon për shembull, Eli Fara. Eli Fara. Edhe ajo ka kënduar atë këngën. Hapësit e zez, po. Po edhe kemi një duet mrekullueshëm bashkë. Po më ne këto Irma janë këngëtar të mrekullueshëm. Bujar Çamili besa. Bujar Çamili ka këtu në kohën e luftës se harroj kur. Ka thonë shtëpia jam është shtëpia jote kur dush e jam me familje. Dhe i falenderojmë gjithmonë. Dhe këto shumë mirë që madje se njeriu edhe mund mi dal prej mendjes njerëz të mrekullueshëm që unë i kam kolegë të mrekullueshëm. Edhe kem turnet për bashkëta, miqësit për bashkëta. Domethënë është koha që po mëdhimet që nuk po shoh që po ka lëvizje mu ri për tri. Me emra të rinj, po thua? Unë s'po shoh, s'po një, nështë ajo gabim. Nështë ajo gabim. Jo, në këto rrymat e tjera ka. Këto që folëm. Rap. Rap, po çka është? Rap është një recitim pak më ndryshe. Po. Ti e ke fjalën për artistët që janë këngëtar të mirë fillt. Nuk ka. Nuk po s'po di, unë më me kohë gabim. Ndoshta ka, po me pas i kishim dëgju. Kë vlerëson më shumë për baladat? Që, si thuash, i këndon dhe i qanë shpirti kur këndon? Pak problem me asise... Me përmend emra? Me përmend është shumë problem, sepse i kam miq gjithë. Po... Dhe që është balada... Prap po të thëmë balada këtë varet për tipit njeriu. Sa është sensitiv, sa ka romans veti, dhe me dhënë. Pa i pas to... Se ti mësh me qenë këngëtar i mirë. Këngëtar dhe interpret nuk është njëtë. Ti mësh me qenë vokali i mirë, po se interpret. Edhe ti je një fabrikë e prodhimit të shisheve të ujit ose të verës. Tërsa interpreti është ai që e merr shishën e verës e mund të jap një formë tjetër. Po. Çdo herë asnjëherë se kënon në mënyrën e njëjtë këngën. Gjithmonë është variet. Po këtë zgjidhje ti nëpërmjet dyve, një këngëtar të mirë apo një interpretues të mirë? Interpretues. Interpretuese. Gjithë. Pa e diskutu. Po e diskutu, interpret është diçka tjetër. Është pak dhe aktor? Absolutisht. Nuk mund është ndryshe. Mësohet në shkollë kjo? Duhet të mbarosh një shkollë për të, jo? Është e lindur. Gitaristi më i mirë botë konë Jimi Hendrix i ka ro gitarës me 3 gishta. Jashtë rregullave. Jashtë rregullave. Nuk ka, rregulla nartë nuk ka. Çfarë shkolle ka pas të artit figurativ Leonardo da Vinci? Ka pas shkollë? Jo, s'ka pas asë shkollë. Edhe që ka bërë mrekullinë? Mrekullinë që sëtë është i pambrish. Jo, problem është, arti është, për qëta është, thuhet, nartë e ka prek zoti, ato. Ti pëtën për shamu, Pavarotin e ka prek zoti. Italia ka pas problem, si shtet kur ka vdek, si sune ripërtrini një njeri tilë. Si ka prek zoti, është Bocelli, pas është si Pavaroti. Gjiganti ishte ai dhe në skenë. Absolutisht. E qaj është që thot prek zoti, kur prek zoti t'i ka. Elvis Presley ka prek zoti, Michael Jackson, Whitney Houston, atin është Jack Nicholson është ka prek zoti, Meryl Streep ka prek zoti. Janë njerës që nuk është që përmenojmë. Si ka po, Claire Glabell ka shit Coca-Cola, ose Sharon Stone ka punu në McDonald's. Ti thënë regullat e lojës. S'ka regullat, arti nuk ka, larga asaj që duhet shkollën me kryjë gjithësësis, po s'pe diskutojmë. Po jo që të bënë ty, pos, shkolla dëgdhen është ta. Po ndoshta ndonjëherë edhe të gdhen për keq, se te ish ato originalitetet. Prej natyrales, prej asaj që ti e ki mundësine, që ajo guximi i shprehjes. Guximi i shprehjes, guximi, kur gërshetohet guximi me dashuni. S'ka qare pa sukses. Se guximi është ajo që ti thu, ne e baj këtë punë.
ti vendos dhe të ecë, e zgjatëm pak, ha? Ti ndihesh i bekuar nga Zoti? Po, njeri ma i lumë, çdo mëngjes i thëmë Zotit, faleminderit, çdo ditë e Zotit, unë e thëmë çdo ditë e Zotit, e kom si shprehje, çdo ditë Zotit, unë e pi kafen e thëmë faleminderit Zotit, edhe për pive në kafe dhe sot, mirë, shëndash. Ja thua Zotit, Po, edhe vetë me vetë, edhe me takohemi Zot. nesër, i thua. Po. Më ka bërë përshtypje, pse vetëm një vajzë ti? Se kena pas, gruaja ka pas një problem me shtatzanin e dytë edhe qash ka thonë Zoti edhe na... Unë ju martu me grunë tem për shkak që kom dasht, jo për shkak të fëmijëve. Po dhurata e madhe mas nësh është fëmiu, Ja, sa bukur, ë? edhe unë kam... Edhe Puna martes me mu, dan. smartohesh më. Se marrë gru prap. Të na kuftoj të Teuta, se po është bëjmë... e gjonë, po, e di, se po bëjmë një shakaj që absolut. na përfaqëson të gjithëve pak a shumë. Unë mendoj që çdo bisedë duhet me pas edhe pjesën E humorit. e humorit, relaksit, me relaksimi është. Patjetër, se po të rrim kështu serioz brenda rregullave, askush s'do të na dëgjoj. E sigurt. Çështë ka pyeta të barirën, çish ka me qenë koha nesër. Koha nesër është çish kom qefun. Edhe kjo është e Edhe bukur. kjo është seriozisht. Koha ka me qenë çish duhne, çish se porosh ju në marr çadër. Dhe koha është për mua tamam. Kështu që Kam parë ca postime në lidhje me një tur që ka titullin e këngës tënde të parë, e hitit tënd të parë, që quhet ndër të para. ndër të para. Ndër të para. Po ka Ktheu rini. Ktheu rini, po është ka qenë kur po dhe ka qenë një turne shumë e suksesshme. Dhe e kthym, jam të mundu me e kthy koncertin ku publiku shkon e blen online biletën dhe e di që ka më ullë, s'ka mene, s'është klub, nuk është dasëm, nuk është, domethënë ullës me orkestrë më të madhe pak, domethënë, edhe e kemi pas një mbrëmje me plot nostalgji, sa që ka pas edhe lotë edhe buzëqeshje edhe gjithçka, se u kthy diçka që për pak në ka ikë qaj koncerti kure, se u kthym në për klubet e natës, për disko klubet edhe, ty është, se cili e ka vendin e vetë, po ndryshë është përgjithësia kur ti ke biletën edhe ke ardhi ullë aty, dhe ti dohesh me kallëzu çka del. Se ti më ke pagu mu, më ke respektu me pjesëmarrjen tonë aty, edhe ty të bën përgjithësin, të arrit një përgjithësi, një frikë, një skepticizëm që thu, du të më përgatit ndryshë. Po, sepse në një klub nate ai paguan për pijen, Pira, jo për edhe këngëtarin. muzika, edhe këngëtari, edhe paguan edhe për këngëtarin. Edhe për këngëtarin, po kryesisht Po, është diçka tjetër. Aty me shku mu rregullu, me shku me ble biletën, me shku me prit dren, me i me ull, aty është ajo dogana, ku ti e kalon pastër. Shumë e bukur. E kalon pastër dhe ajo të bën, me thonë, faleminderit që marrë me këtë punë. Pikërisht tu i falenderoj aty në njerëzve që kanë gjithë kohën e vetë, si e thamë ma herët, shumë është kënaqësi kur ta jep kohën tonë tjetri. Për shkak atë kohën e vetë, mendoj që koha është e shajtë dhe vlefshme për çdo secili njeri që ose ka për kohë. Mendja. Po, ashtu. Koha është gjithati, s'do të më dhon kohën gjithkujt. E ti tash pra, apo kupton sa i përkulem unë atij respektit ku njeriu shkon rregullohet. I vesh kostumin më të mirë dhe vjen aty, ajo është më përkul deri te Zoti. Se është çajo të mand masane. Aty ti në atë moment s'vjen men as parat, as fama, as dukja, as kujtë ti zbret në tokë dhe zbukurohesh. Zbukurohesh vetvetiu. Vetvetiu zbukurohesh. Se e ki për në me. Thëmë na ki e ki me të vërtet, atë që po bë. Fama të ka bërë keq. Sokrati ka thonë fama është hija të vdekurve. Fama është... Hija të vdekurve. Hija të vdekurve është fama. Fama është po s'dite me amortizu, ta merë shpirt. Po kupton se kjo është sikur fama të rënë. Sepse Pavarotti ka thonë një send mrekullueshëm. Mas një koncerti të madh që është në shtëpinë e operës në Sydney ajo. Ke parasysh ajo
Po. Edhe mas koncertit madh, dikun 2-3 mijë vetë sa kanë qenë aty, edhe kretë shkojnë ti jetë veç vetë. Ua. Edhe thët, që është fama. Se ta e ti jesh shërbim të publikut, e ti knaqë. Atas, e ti e që aty plot tjetë kretë, i këdhez kretë atomin e fundit, tonin i këdhez për mi japë një koncert, edhe ta knaqë, natën e mirë, ti jetë veç vetë, ata se cili shkon, e ti mas nejtë shkon që ti. Në garderobë edhe përën që shtu, tha, u kryë edhe që ka. Je i vetëm në fund. Po, andin, e ke pasin filmat e vizatimore, kur në gjyra, kur shkon du, zverdhësh, bjen në tokë, edhe shë, e që është fama. Dhe më dhënë du të me kuptu që është hje. Ua, e ke përshkruar shumë bukur. Ti e ke ndjerë në njëherë këtë që sapo... Po që shjo, unë e kom pas, nuk e di, në është ashtë dhunë ti, unë e kom pas një aftësi mësë më balafaqu kur me famën. Dhe më thonë, unë mësë balafaqimive me famën në mështë ndryshimi në raport me fëminin. Me njerës të fëminis e deri këtu kujesat. Se njeriu ka shoqënin e shkollës fillore, i ka i periudave. Edhe unë s'kom ndru. Gjithmonë jam në nivel të njëjtë me këtë njerëzit që gjë prej atëherë, s'kem ndru. Me ata të lagjes time, silëm si me njerëz të lagjes. Me njerëz që kem bashkohor në raport me punën, silemi njëtë. A më kupton që është? Po, ti esh me këm në tokë. Me kam tokë, se qka? Qa me thonë tjetër? Knove punë e madhe, ke aktor punë e madhe. Derisa kryetari i Zvicrës, në shtetet më të pasur botë, shkon me bicikletë punë, kush ama me jetë me marrë me 20 kera, këtu i 100 kere. Se kuptem të shishtë. Fillimet e tuaj ke pasur si vokalist i një grupi që e kishte emrin Besnikët. Besnikët, po. Besnikët. Po, se kemi bërë një farë revolucionit vogël në muzikën popullore. Po, në qa viti bëhet fjalë? Viteve 82. 82, që ti ke qenë në kulmin e rinis tënde. 21 vjeqar, o konë kem fut jazzin mas pari, kem fut gitarën elektrike në muzikë popullore, nuk është leju se një farë formë, konë një format e caktume. Muzikën popullore du të me qenë gitara, defi, kontrabasi, harmonika, fizharmonika, klarineti, violina. Jo me marti gitarën elektrike, se bas gitarë, kontrabasi u dorë. Ka pas regullat bashkrume. Se gjithmonë ka epokë kër rinia menoj ndryshë. Do të mi kuptu. Se tash ma herët. Ku i ke pas metë. Kështu që, po, edhe ke bo ndryshimin, pikrisht për shkak këti ndryshimit, edhe masim më ka pëlqy parodia, se edhe në teatr këm pas qef. Edhe pikrisht që ndryshimi është si që ta sjellë popularitetin. Po, ka qenë shumë vështirë. Ka qenë vështirë sepse ke qenë i sankcionum prej... Masnej ka pas edhe koha e... Shtetet komuniste kanë pas problem cenzurë. Masnej disa redaktor kanë bo autocenzur pa nevoj. Apo këto një frigu pa nevoj, është dosht gjithë qysh miro ka komunizmi. Në filmin Nëntori 2 është film mrekullueshëm, po aktori Sandor Prosi, veç që s'to të rënofte në Verhoxha. Në të vërtet, se këtë mentonë. Unë menoj që ashtu, se është filmi me ideologi. Kuptan. A i vrau dhe vetën. Jo, alamet aktori, jo s'po flasim për aktorin, po filmi... Po flasim për... Për filmi që është bo, në Nëntori 2 që s'ka egzistu komunizmi eq, e është kredi bazum një ideologi komuniste. Aty veç që stojnë ata rënofte në Verhoxha, dhe me thonë edhe Skënderbeu rënofte në Verhoxha. është problem. Problem është se nuk është paradoks, nuk e ka kohën. Me gjithat historien nuk mund me përvecu autokrat. Ju e njënit Sandor Prosin? Ja,
Ja, s'kom pas. Nuk e keni pas njohur si artist? Si artist, po. Si artist. Po, si artist. Po ka ekzistuar atëherë ky thashë temi që dashuronte Nezmi Pagarushën? Apo është thjesht Nuk e di se se kështu thuhet që Nezmia ka qenë një femër shumë e bukur. po. Shumë. Edhe një vokal i papërsërit që diskutohet, kanë ardhur në Shqipëri tash. Komunikim nuk puna me është e pa drejt me thonë gjona që si dhe. Ja, po, patjetër, po. Them nëse ka ekzistuar atëherë si thashë temnaj. Ata njerëz të kohës, të asaj kohës atë më të vjetër, edhe ata njerëz të kohës ndoshta e din, po kjo diçka kështu s'po di. Është një histori pak kështu. Pak me sekrete. Pak e dyshim. E dyshim me sekretet. Po. Me hijet, me drithijet e veta që ka dalë tani vonë që madje u tha që ai vrau veten, u hodh nga balkoni për shkak se dashuronte Nezmi Pagarushën. Njerëzit genial gjithmonë thonë ndonë një pikë, një vish shumë e hollë prej. Prej të qenit. Ti ke frikë se mos je një gjeni? Jo, mish. Ju sa budallëkit kom bon jetë. Se gjeniu nuk bën asnjë. Jo, edhe gjenit bën. Gjenit bën më shumë ti budallëkit. Më shumë, dhe po them. Edhe po kush e teston? Ekziston një institucion këtu që të quaj gjeni? Jo, nuk ka. Me diplom? Nuk po jo, nuk ka peshore që i matë. Po. Ato punë, kështu që normalisht. Po, a di çish për shembull janë çuditshëm Chaplini. Po. Çuditshëm Einsteini, Newtoni, për shembull ti këto njerëz që kanë dhënë Tesla. Tesla për shembull, Tesla është viktimizuar dhe na thojmë tredh për shkak shkencës. Mos me bas fëmijë, as s'është martu, edhe është viktimizuar veç për shkencën. Veç për shkencën, edhe ka vdekë i ngrati pas një cent në një hotel në New York. Ndërsa Elon Musk e ka kerrin Tesla dhe është bilioner, edhe hajde tash ku është drejtësia këtu. Ua, e çmishme. Apo kupton? Ka vdek pa buk. Viktimizim, mirë po sot të fal Tesla se ki rrymën çtu ku e. Kjo është padrejtësia e botës që s'ki pjesë të fajit. Po është padrejtësi. Sigur tash për shembull si bisedum për filmin Michael Jackson që ka më bë, inshallah bëhet film biografik, jo komercial. Se friga është aty. Komercial do jetë. Se kemi parë këto filmat e fundit për Napoleon Bonapartin, kanë qenë më shumë komercial se sa... Po, veç... Se sa arti mirë fill, shumë më zhdukur mua këtu. Po, veç ka filmat mrekullueshëm biografik. Ose Elvis Presley, më fal. Elvis Presley, po nuk edhe ai, nuk është kur e zbukuron, kur pe zbukuron. Po. Kur pe zbukuron më shumë se që duhet, aty është më tepër. Se di, nuk... Unë mendoj që një ndër filmat më të mirë është Stalinit. Stalinit kanë luajtur shumë mirë aktore shumë mirë me antar. Edhe ai regjisori që ka bërë filmin Stalinit e ka bërë komplet për autobiografisë ti, po i ka marrë edhe vajzës vetë që s'ka rnuat, do me thonë edhe gjona që ka rrajt Stalini, ka pas dikush tjetër që i ka ditë. Edhe për me bo një film biografik, unë e kuptoj ato se çdo regjisor e shef figurën e një diktatori si Stalini, për shembull. Filmin për Hitlerin kur s'ka mujtë me bo që duhet. Se s'ka një informata. E kanë nxjerrë shumë. Kanë nxjerrë se cili që shdonë vetë. Po. Që shdonë vetën. Për shembull, te prilli thymi Kadares, se cilin pjesëmarrës dhe të librit ti e figuron që shë përshkruan Kadarea ose rrethimin e kështjellës. Ai përshkruan thuti është ulën Kadarea aty në Kale. Edhe thuti është urnun në atë kohë, se është përshkrim fantastik. Po, përshkrimi fjala është. Shumë fjala. E ka shumë të filmat që librat janë më të mirë se filmi, po ka dhe filmat që janë më të mirë se libri. Atë që ka një herë kalon libri, filmi libri. Shumë interesante. Më thënë, je
Nuk e di, gjitholog do të quajë. Po jo gjitholog në kuptimin që e përdorin këto. Në kuptimin e mirëfillt. Jo, po, di sa po shkon, unë jam ati që old fashion guy, të thonë, unë e du shumë çdo sen që është, se pakon që kjo pjesa e vjetër e njerëzimit, atë nuk ishin orë këto, ku ka shku njerëzimi është, na nuk jem, se për shpejtimi është shpejt. Zhvillimi ka qenë, ma i ka dashëm sa është shpejtësia në shkatrim. Kjo shpejtësia në shkatrim, është një farë diskursi, është diçka po ndodh. Është shumë problem. Shumë probleme me nëzon hapin. Apo kupton të ashtë që se me një telefon më në me rëzu një ndërtes. Apo kupton është. Qka më shpebo? Dhash zoti mos me pas mundësi një qmendur me pas dëshire me shkatru botën, se shkatruat shpejt. Kjo është, kisha përmbyll me qëta si mendje për... Se më kujtua bomba atomike tani? Bombën atomike kanë qitë Amerikanë mas pari, ja kanë qitë dikujt për mes me qitë kur ma kërkush. Unë menoj që ashtu se inshallah s'bjen puna aty. Dhash zoti kur. Se lufta e 4 thonë, që shka thonë, në ishtani, që ka thonë. Lufta e 3 më bëhe 4 ta, s'ka luft. S'ka luft tjetër. Një bëhet me gur. Tani, fjala shkërmoq gurin, thuhet. Po dhe zëri ka fuqi dhe energji. Pash një video të një këngëtari, i cili vetëm duke kënduar, ka thyer një gotë. Mund të ekzistoj? Po të jenë vibracione. Për shembull, lakuriçi. Lakuriçi është shtoza, shpeza. Lakuriçi natës. Po, lakuriçi natës është kam pas frikë si shpeza e cila i ka ndihmu shkencëtarëve me bë senzorin. Si fluturon ai që s'she. Për shkak vibracioneve, apo? Ai shkon që shto fluturon edhe vibracioneve, për cilë vibracionet që i pëshon kamerës. Po kalon. Do me thonë, krejt shkenca kthehet te Zoti prap. Amerikanë kanë një shprehje të mrekullueshme kur shkon në spital. Thotë deri këtu na krejt çka ka leju, mjekësia e bën. Për këtu dorë Zotit është. Edhe këtu, apo kupton? Dhe të gjithë përfundojnë te Zoti, si përfundim. Po, si përfundim, po du me thonë kjo është që të zhvillimi shkenca që e ka bosh, tu bazu në gjanat ma të tjeshta. Pak njerëz e din që sezori, për që ato sezori, tash ti s'bën kur pakosh në garazh, parking, sezori s'len ty me më shumë murit, për dyshe i këshem shumë, e ata ki dhurat për lakuriçit. Dhurat për lakuriçit. Ose i ki ato insektet që duken si helikopterat. Ose ki... Që të vërtite. Pelikani. Po, se po thame? Peliversi. Peliversi, apo këpëtën? A i ka po që ashtu dhe ka po... I ki pelikanin, i ki transporterat më të majtat, i ki... Qaq është jeta thjesht kur s'do me kompliku, normalisht. Sa që rënan shumë mirë veç me rënu me ligjën e natyrës. Po këto njeriu është adaptiv. Përshtatet. Përshtatet. Dhe si të përshtatesh, ke pa ti për shembull që ka disa shtazë nuk pikin ujtë e trubullt. Po. Se pin, ka do që e pin. Kali, atë që feti që i njësoje, kalit. Po, se pin. Shtu që Zoti ka rregullu gjanat që të meren, bjen shi, dalin këpurët, kërmillat, se cili kokone vetë pranvera. Pranvera që lulëzën gjithë shka. Absolutisht. Ekzistojnë sot dy koncepte, mosha biologjike, mosha fizike dhe mosha biologjike. Biologjike, po. Ti sa vjeç ndjesh? Nuk ka... Sa je, morën vesh, sa ndjesh? Ndjena asa kam fuqi. Fuqinë e kam qash mirë për arsye se unë shumë mirë edhe me sport. Dhe më thonë për çdo ditë. 10 kilometra, o i heci, shpejtjet hec, edhe për çdo ditë i bëj disa ushtrimet të lehta. Me pesh, të lehtë, jo për diçka tjetër, dhe ajo të bën muni. Derisa ço shpejt kështu, mirë. Kur t'ja nisë më çu... Larg qoft ajo.
Jo, është Kur të refleks. fillosh që të... Refleksi është Jo ai që... them që kur të... Jo refleksi i jytë. Është ai që ty të kallëzon që ti je më i ri se mosha që ki. Se ki refleks më të shpejt. Domethënë ti e ke këtë refleks. Refleksi kam fantastik. 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 Sepse është pak edhe jetën do të më dashur. Prap kthehet te dashuria. Se Zoti ka emrin dashuri, apo? Po. Sa ashtu është, kthehesh te dashuria krejt çdo sen është. Ti e dashuron jetën. Pasioni? Po. Pasioni mendon që të mban gjallë? Absolutisht. Pasioni për muzikën, Për gjithçka. për jetën, për gjithçka. Domethënë Për provat tjetër që vjen e jetës. Se vinë për shembull në tash jam në moshën ku i kam nipin edhe mesat, edhe ku unë transformona. Se Zoti ka lënë çash mirë tash, ti mos më humor me gjona këtë kota, më mirë është merresh me një fëmijë i cili është i sinqert, i paprisht dhe i ka kërkesat dhe ta thot në sy. Këtë çka mendon? Se nuk janë djallëzu fëmijët. Atë tash na jem djallëzuar. Pikërisht për shkak interesit. Se njeriu për shkak interesit i bën gjë. Domethënë do kompenson kjo, nuk është ideja që unë jam gjysh tani dhe do të jem si gjysh. Jo, e harron. Po, E absolutisht. harron atë gjë. Atë në cirkuzi më i madh është kur njeriu thotë unë e du nonën. Ajo më për mua kur një dion që të du nonën është cirkus. Që dashë mos më dash nonën? Apo më do. E të është me thonë, te fëmia është çashtu, te ata s'ka rrenë. Ai ty transformon, të bën fëmijë. Edhe ai ty dën veç pse po bëhesh fëmijë. Si jo ti s'u shpeshit me anë ti. Dush mu zvoglu. Edhe me jetë si moc për me konë përbashkët. Se për ndryshime po për nuk i komunikim. S'fënon komunikim. Në makinën tënde ç'a muzikë dëgjon? Mos dëgjon gjë rap kosovar? Jo krejt. Jo krejt. Ka rap të mirë, seriozisht. Ka rap çast të mirë. Për me cita zgjedhja është e jotja. Unë mendoj që njerëz të parealizum i qesin gjonat se s'ka që ato sankcionimin artit, që mi thonë studi, që mi janë qitë emnin. Edhe aty që se njeriu nuk ka vetë sankcionim është pak problem. është vetë edukata ka njerë, dhe nuk... Edhe gjithmonë porësia. Unë kam qef, i ndëgjoj Michael Bublé, ndëgjoj Dean Martini, Sinatrën, kam qef ka një herë, kam qef edhe klasik, ka pak ka njerë se është interesant s'dija këni provu. Në rrugë gjata është shumë e bje. Po, kur t'je me dikon tjetër, mas prava. Ashtu vë? S'duroj tjertë. është shumë problem me muzikë, me ndëgju në makinë. Se gjithmonë është dikush, unë na Se të prish magjinë e asaj që po dëgjon. Absolutisht, jo dhe ka kërkesa. Ke marrë ndonjë ofertë nga ndonjë propozim, kërkesë nga ndonjë reper për bashkëpunim? Po, kem bashkëpununa, Jo, e di me Gens Prelukën, po, e di, ajo është këngkit. Po. Po ndonjë nga këta të rinjt. Po, nuk është që s'po du me ofendu kërkon, po unë me gjithat kam kujdes. S'po thonë që i kam krejt tekstet e mira, po gjithmonë kam pas kujdes me pas teksti porosin. Teksti duhet me pas porosi. Teksti duhet jetë artistik. Absolutisht. Po dhe artistik dhe porosi, se duhet me... Tek ma mroma që se ti i ke marrë pozicionin ku je njeri publik, njerëzit vetë fjala publik janë shumicë dhe ti dush me shit diçka. E është mirë me shit edukat. Tash, në betare kem pas titër, në ideologjia masej edhe ngulitet. Që se ti flet për revolje, për drogë, për prostitucion, edhe për çdo ditë i kiq ato. Edhe ofendosh prej pozicionit ky reper me kitë reper shohën. Që ka ndodhur shumë, po. Që ka ndodhur shumë. Shamë unë kam respekt për unikatilin, për ages, është diçka tjetër. Nuk hyn tek kategoria e këtyre që... është ma deep, thojnë Amerikanë, ma thellë. Ma thellë. Gjason me rapin Amerikan? Po, shumë. Po, ka dhe poezi brënda rapit. Po. Edhe të shamën e ti ka me... E ka artistike. Me akcent logjik. Me akcent logjik, edhe shara duhet ketë logjik.
Në refë? Une në teatr mëzohet e për që më shoh. Po. Ta shoh nonën zvrehet për shkak synit. Apo kupton? Si ma the ato të Eminemit, që ato Po, nona, se ishte po. shumë e bukur. Kënga që ai që është hit, që I'm i sorry ka mama dedikuar është, nënës. po, i Sorry, ke mama. dedikim, pse kur s'kom dash me të tregu, po ti si ka në gru e mirë, për këtej pa ma bukvalisht, mos përdorim tash të me thonë, qaj është rap. Sa e bukur. Edhe është shumë interesant që është i bardh. Edhe gati që i ka mujt kred njerëzit që e kanë bërë. Ai ka prekur të gjithë. Unë e di që ti imiton shumë mirë mikun tënd më të afërt, Sabri Fezullah. Do e bësh një imitim kështu si dhuratë për podcastin? Close Friends? Mos kërkoj pastaj të imitosh Robert Berishën. Jo. Sabria është i brekullushëm. I papërsëritshëm, se është aktor edhe këngëtar i brekullushëm. Po. Ka njerë kur është kur është në pozicionet që si pëlqen diçka. Edhe për shembull. Një ai Sinoni. Mos tonë tjetër se. Ka që ashtu se është i lezetshëm, ajo është. Shumë i këndshëm. I papërsëritshëm, Shumë i këndshëm edhe shumë vitale. Absolutisht. Duhet marrë shembull nga mënyra se si ai jeton ai shëndetshëm. Po dhe me një dëshirë fantastike. Po ndryshe nuk banë. Duhet disiplina. Absolutisht, disiplina dhe dashuria ndaj punës. Dashuria ndaj punës. Tani, unë me gjithë këtë bisedë të bukur që bëme, meritoj atë këngën në fund? Hapi sytë e zezë që të na vi Behari, se jemi në fillim të... Hapi sytë zezë, s'po na akordon për shkak... temperaturës. Tash me nisë me akordon këtu laga. Okej. Dashta në herë tjetër. Okej. Thjesht kështu, a kapela. A kapela. A kapela. Apo hapi sytë, zeza mojtë na, sjellsh beharna. Bravo. Dhe herë tjetër me orkestër. Duaj Robert Berisha për të të shoqëruar me piano. Patjetër. Ishte kënaqësi. Gjithmonë, faleminderit shumë. Ishte një bisedë shumë e ngrohtë, shumë e këndshme dhe e rrjedhshme. Shumë dimensionale. Unë është akom tepruj kërkoj falje. Si që do t'i, jo, përkundrazi, unë doja shumë e më shumë, po që minutat ikin, ashtu si që dhe ti që koha ikën shumë shpejt, tani po na fluturon jeta. Por ti e jaftë të ndalësh kohën. Faleminderit shumë. Ti dhe Sabriu. Faleminderit. Edhe Roberti, sa harruam, ai ishte mirë i fringo. Zuar.